unë lus që njerëz të konsumojnë prodhimet e zotit Piraj, se duke i konsumuar të prodhime, edhe mirëmbahet, fuqia punëtore, në fakt është voliu si qytetar nuk ka lëvizur shumë edhe me çmime në treg, ajo që është shumë e rëndësishme biznesit zotit Piraj, nuk i ka keq shfrytzuar situatat për të abuzuar me çmime në treg që është bëjnë të tjerët, por industria mishit kohëve të fundit është atakuar edhe nga një problem i udhëzimit administrativ. Kthehemi temës sot, se natyrisht është temë që kërkon shumë. Më fal se informatat e... Jo, s'ka problem. Është deformim profesional, kështu që e kuptoj. Te këto festat, edhe te festat. Para se më shku te festat, unë mendoj që ne si shoqëri do të mu avancu në edukat, në kulturë të punësimit dhe punës që na e bojna. Fakti që na e dojna vendin tonë dhe e dojna me punu dhe me qu Kosovën për para, shoqërin tonë për para, fakti që për marrë një shembull shumë thjesht, për marrë prap shembull si Finlandën, një finlandez, do të ma mire blen 3 euro gjys një kil domate që është made in Finland, se sa made in Sponje, në Sponje që vinë ka gjys euro kila. Dhe kjo është për me dosh vendin tanë. Unë do thot asë një gjë nuk e konsumoj që nuk është prodhim vendor. Shpesher ku shkojnë në restorante i tham, mishi është prodhim vendor, ashtu i prodhim vendor, se nuk pi diçka që është eksportune prej vendeve fshinje. Sepse unë mendoj që na do të mu eduku, do të me kuptu një gjë. Na nëse nuk e dojna vendin tonë, askush nuk vjen me shti mendjet tonë me dosh vendin tonë. Kështu që na do të me kuptu një sen. Fuqia punëtore, do të me respektu punën që e bërë mas pari. Na që na punë dhënë, se do një kam disa gra që punojnë për pite, dhe kam disa punëtor që punojnë edhe me fasada me gjera. Do të për mua shumë rëndësishme edhe ata me kuptu që orari do të mu respektu, vlera do të mu respektu se qaj person për të jep që ato pare që ti e nevojshme për me bije tu familja jote. Dhe jo me të keq trajtu vendin e punës, si ndodhë shpesh. Por njëkohësisht, duke shikuar se si janë vendet tjera, për e flasë në Skandinavinë, Zvicrën, Gjermanin, që kanë me vitet tona që janë shtete para neve. Okej, na jena një bebe vogël që jena tu rritë. Kosova është akoma bebe vogël, edhe pse i kemi shumë vite që jena bota shteti pavarur. Por me kriju një shtet të pavarur të fort, me institucionet forta, do të me respektu dhe me dosh vendin tonë. Ndoshta, nëse ju kujtohet, nëse nuk e di se e dini historinë, por Finlanda ka pagu 95 vjetë denim për Rusin dhe kanë hangër të gjithë vetëm potate, kumpira, për ndryshe. Do të vetëm që me mia këty borgjin Rusis që edhe nuk e kanë hupat luft, këta e kanë fitu, po e kanë shti me punu bërsh. Që ka ndodhë në Finlandë, ose që ka ndodhë në Zvicër, në Gjermani? Krejt njerëzit shtetasit, e ati vendin kanë punu për një piksynimi, edhe në si shqiptar të Kosovës. Do të me punu, do shta dhe me pak rogë, po me dosh vendin tonë dhe mësë me dollë. Është alarmon të 400.000. 3 që kanë dollë, 360.000 njerës kanë dollë për Kosovës. Unë ju më këthy për i diasporës, për në të stunë Kosovë. Gjuri, qysh me jetu nëse po thu me rogë ma të vogël, po me këtu edhe me qëndru edhe me me sakrifiku gjatë gjithë jetës të... Në diasporë, unë vetë, e shumë shoqni, që unë i një punojnë ka 3 punat. Pse na, unë mendoj se shoqni jena dembele pak. Unë vjen shumë keq që për thamë këtë gjë, por unë e shoh në shoqërinë tonë, bilerinia nuk e kuptojnë që për me arrit sukses, për mi bë ato makinën e mire milionat, do të me sakrifiku shumë, do të me sakrifiku daljen, do të me sakrifiku kafën. A ke po te, kërkun asë një vend, po flas prej Italis e North, deri në Finland, pe Milano, sa anina, askush nuk e ka këtë trend kafeve. Te na, dojna këtë dgaçëm. Ose edhe qendra tregtare, kryesisht janë të persona për mua shumë e rëndësishme që unë kur dola sot mëngjes në Gjermi, do të jemi deri në fund, më fal, që po ndërpres tash të kemi të shtëpisë dhe pak më lehtë po ndërhyj tek ti. Zotri Piraj, do doja për fund se duke u lajmëruar, ne jemi këtu në qytet, duke u lajmëruar ju nga këto bjesh, nga këto malet bukura, nëse është mundësia të na ofrosh ndonjë pamje pak, ta shijojmë këtu live nga qyteti. Nuk është ndonjë kërkesë. Zotri Piraj, po i shohim edhe motorët, domethënë ky është reaksioni juaj, aktiviteti juaj sot, apo jo? Çe keni zgjedhur për ditën e një muaji? Po, sot kemi aktivitet me motor, do të dalim në një teren pak më karakteristik, që këtu përballë i kemi bjeshkët e sharit. Këto e bjeshkët e sharit, dhe më thonë biopoj, edhe këto tani janë bjeshkët e sharit mbi pjesën e gorës. Këtu ne jemi në malin e Koritnikut, këtë më thonë Koritniku është një mal në vete, që ka shumë pisha, këtu është një shtëpis malore, ndërtuar nga kontributi i vetë banorëve të fshatit Raps, që janë të komunitetit Goran, edhe ne këtu e patëm sot shtegun,
edhe erdhëm që nga këtu që japin juve pamjet, edhe njerit edhe ta japin këtë intervjist. Cili është motori juaj, që ta dim pak preferencat që i keni? Që kjo është motoria. Kjo është motocross. A është pasion i ka më të shumë? është po, ka pasion i moqëm, shumë i moqëm. Babgjishjem ka pas motor, në vitet e 60, pastaj baba e unë, djali, kretë kemi motora. Vetëm dalimi është se unë jem me pasion të motorave të natyrës cross, dhe më thonë, edhe enduro. E djali e ka qoper, dhe më thonë, kontra. Sigur tjetë ajë e prindi. Apo të falenderojnë mushkrit, apo të falenderojnë që i atë. Normal, është knasi. Normal, është knasi. T'ju marim më shumë kohë dhe t'ju ndajmë nga atje, ne po ju falenderojmë, nëse ke diçka shkurt për fund, jeni i lirë, pa tjetër. Ndonjë thirrje, ndonjë mesazh? Asë gjatë diçka speciali, ju përshëndes të gjithëve, ju uroj edhe njëherë një majnë, ditë mbarë edhe të mirë, edhe ju uroj shumë sukses në emisionet tuaja që më të vërtet po mundoni të kontriboni shumë vendin tonë të shtatë që është një televizion shumë i veçantë, kam respekt për stafin e të shtatësit, edhe për kontributin se vetë temat që në një keni përgjatë, është një temë shumë e rëndësishme për shoqërinë tonë. Faleminderit. Fjalët dhe bashkëpunimin. Shumë faleminderit edhe për këto pamje të bukura që na solle derisa ne do të vazhdojmë diskutimin këto. Kemi edhe lidhje të tjera pas pak. Nëse e kujton ku mbete vazhdojmë. Për mua shumë e rëndësishme se sot mëngjes kur ndryshen ndoshta nga gazetari jonë këtu në studio, unë vërtet gjithmonë i kam tregu që investimi ndaj shëndetit tanë, shëndetit fizik dhe mendor është shumë e rëndësishëm, se mendoj që as fëmia nuk kanë dobi prej teje se prind nëse ti nuk investon tek vetja. Por njëkohësisht unë mendoj që kjo familja është një gjë si shteti jonë. Do të thotë ai pesh çfarë biesh bukura kemi. Kemi njerëz të bukur, kemi shoqërinë më të re në rajon dhe në Evropë. Është gjuna mos me investuar ririn ton, fuqi punëtore që është më e madhja për momentin në Evropë. Njerëzit po mendoj njerëzit, shtetet investojnë sa ma shumë që mu ngrit, do të thotë, numri i popullsisë, dhe na nuk e vlerësojnë këtë gjë. Institucionet e kanë mendoj një faj, por njëkohësisht është edhe mendësia e shoqërisë familjare tonë, që na nuk investojnë mjaftueshëm me shkollime duhura. Këtë fillon te edukata, që është qerdhja, shkollat e të tjerë. Se unë këtë nuk e kam marrë nga prindit e mi, se kam punu 3 punat, po është shkolla që ma kanë investuar. Me një rast nëse s'po budu me asim, po ju e dini që pasiguria juridike nuk e përmena rastisht në përgjithësi që është shqetësimi kryesor. Ti shkel dikush disa drejta, përpiqesh mi denoncu ato natyrisht në gjykatë, shkon me vite dhe kthehet ajo në një deprimim. Unë si gazetar me përvojë solide, pas do të taksirate, me ta thonë drejt. Mësë më prek se gruja. Unë falë.